Timora. Çfarë? Të sapo Timora. Ka e vraj të Loris. Se shoferin me nisë autobusin atyre t'i shtrojnë për to. Ja të dërëzunë. 36! E mbajnë në dhe. Departamenti i Shtetit publikoi raportin që shërbimit e realizuar investitorë potenciale amerikanë, por edhe për turistët që duan të vizitojnë Shqipërinë. Në këtë raport, shihet me shqetësim përhapja e korrupsionit, vlerësohet progresi në proceset për të luftuar korrupsionin dhe për të parametuar konfliktin e interesit të zyrtarëve publik dhe politikanëve, përfshirë anëtarët e familjeve të tyre. Megjithatë, investitorët e huaj përmendin korrupsionin, përfshirë në gjyqësor, qeverisë dhe prokurimeve publike, mungesën e transparencës dhe konkurrencën, ekonominë e madhe informale dhe zbatimin e dobët të kontratave, si disa nga problemet më të mëdha që pengojnë mjedisin e biznesit në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit vëren se pandëshkueshmëria mbetet një problem serioz, me krimin e spakut, arrestimin dhe ndjekja penale e zyrtarëve që kryen abuzime ashëritur. Megjithatë, shkencëtarë, politikanë, gjyqtarë dhe persona me interesa të fuqishme biznesi janë ende thuhet në raport. Mush ato me ujë, povën të, mush të. Në Shqipëri kanë për Ai ujë vje pas nesër. Nuna. Oj nuse, buke losët kanoni. Bjore. Babi. Ko babi? Për të ndryshuar këtë dinamik, si pastaj vendi ka nevojë për një shtet ku fundon ligji, jo ligjet me porosi. Policia shpëton për shumicën, jo për një parkim të privilegjuar. Ndalur tek çështjet e evidentuara në raport. Që të putë? Që ka pojë? Ma, zeja. Në më së qa asë kuni i që më së qa, së rritin bre. Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsionin e gjyqësor, administratën shtetërore, dhe prokurime publike. Do vita të mirë të Do vinë gjagji mirë e, o shumë i ma gjagji, hene ja bëm kështu. Ta